Tash 10 vjet Alkend Tahir Sylaj nga fshati Llugi i Stogut zgjohet çdo ditë në orën 5 të mëngjesit. Ai kultivon një ndër bimët më të rralla në Kosovë, asparagun. Në një sipërfaqe prej rreth 1 hektari, Tahir Sylaj ka mbjell asparag, duke qenë një ndër fermerët e parë në vend që e ka kultivuar këtë bimë për më shumë se një dekadë. Ai rrëfen se kur nisi këtë rrugtim, shumë pak veta në Kosovë e dinin se çfarë ishte asparagu. Thotë se në fillim nuk kishte fare shitje. Në kontakt me asparagusin kemi rënë në vitin 2012 përmes një thirrje të hapur që ka qenë në USAID për grante, ku ka qenë thirrja e hapur për aplikim për kultivimin e mjedrës dhe asparagusit. Aty fillimisht e kemi pa për herë të parë kulturën e asparagut si mundësi. Edhe kemi vazhdu me disa hulumtime që i kemi bërë në internet, të mi këshyr karakteristikat edhe cilat janë mundësit për kultivim në Kosovë. Edhe arsyeja tjetër që kemi zgjedhur asparagusin ka qenë që na u ka përshtat në kohën kur ka qenë thirrja e hapur, unë kam qenë në studime në Fakultetin e Bujqësisë, edhe të e marrë parasysh që asparagusi është kulturë që 3 vitet e para nuk jep prodhim. U përshtatke me kohën kur unë do t'i përfundoja studimet që me njëherë asparagusit po atë vit të hinë në prodhimtarit e plotë dhe kemi shfrytzu këta si mundësi që e kemi pas. Fillimisht, kur kemi fillu në rreth vitit 2015, kur kemi dalë për herë të parë në prodhim, ka qenë shumë e vështirë shitja, për arsye se shumë pak njerëz e kanë ditë për asparagusin si lloj ushqimit, edhe për të mirat që i ka asparagusi edhe u dashtë kërkuan me bë marketing shumë, me bo rrugë shumë ma gjatë se sa që bojmë tash për me ardhë deri te shitja e asparagusit, ndërsa tash gjithçka është ma e lehtë për arsye se pjesa ma e madhe e konsumatorëve veç e dinë, kanë njohuri për asparagusin edhe nuk ka probleme me shitje për momentin. Tahir Sylaj tregon se fillimet kanë qenë të vështira, kryesisht për shkak të mungesës së njohurive rreth kësaj kulture të re për ta. Ai tregon procesin e mbjelljes dhe rritjes së bimës. Ka qenë fillim e vështirë se tash me kalimin e viteve kemi bërë përvojën e mjaftueshme besoj që mi arrit rezultatet që i dëshirojmë. Po fillimisht ka qenë shumë e vështirë për arsye se kemi pas njohuri pak ose fare për rreth kultivimit të asparagusit edhe gjithçka që e kemi bërë u konë e re për neve. Edhe fillimisht e kemi lavëru tokën, e kemi imtësu, i kemi bërë paraprakisht analizat e dheut me pa se a janë të mjaftueshme, sasia e humusit a është e mjaftueshme për kultivim të asparagusit edhe nga ka dalë që nga rezultatet ka dalë që është toka e përshtatshme për kultivim. Mandej i kemi bërë hapjen e rendeve të asparagusit, i kemi vendosur rrënjet, i kemi mbulu edhe mandej për 3 vitet e ardhshme duhet që me u kujdes sidomos për largimin e barojave të këqija të padëshirueshme nga parcela me asparagus, për arsye se barojat janë shumë të dëmshme edhe ndikojnë që asparagusi mos të zhvillohet mirë, edhe pas 3 vite kur të vije koha e vjeljes mos me pas rendimentin e dëshiruar. Gjithashtu duhet të vendoset sistemi i ujitjes pik-pik. Kjo është e nevojshme sidomos në 5 vitet e para të kultivimit. Kultivimi i asparagut për Tahir Sylajn është një aktivitet fitimprurës. Në tregun kosovar, çmimi për 1 kilogram lëviz nga 7 deri në 8 euro. Po, profitabile është. Çmimi është për momentin sillet rreth 7 deri në 8 euro për kilogram, ndërsa kur vjen nga importi, përveç cilësisë që është shumë më e dobët se sa e prodhimit vendor, edhe çmimi është rreth 25 euro për kilogram. Me pas fuqi punëtore edhe besoj që ja vlen me u marrë me asparag. Ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Këto parcela që i kemi rreth 1.3 hektar, kemi mi mbajt edhe shpresojmë që edhe mu zgjeru ose të paktën me ndrru parcelën, se të e marrë parasysh që asparagu në momentin që i mrrin moshën 15 vjeçare, domethënë nuk ka më leverdi ekonomike me mbajt edhe duhet atë parcelë me lavëru edhe me lanë për 6 vite
që toka me pushu edhe me ju kriju humusi që ka humbë për gjatë këtyre 15 viteve. Edhe kur të bojmë qatë ndërrimin e kësaj parcelës, ne do të zhvendosim asparagusin, kultivimin e asparagusit në ndonjë parcelë tjetër. Transportin drejt pikave të shitjes, Tahir Sylaj e bën vetë, një sfidë më vete për shkak të shpërndarjes së gjerë të blerësve në të gjithë Kosovën. Ne nuk importojmë, vetëm prodhimin ton e shesim. Është sfiduese të marrë parasysh se distanca me tregun për momentalisht është pak e gjatë, se asparagusin këtu të ne prodhohet në Istag, ndërsa shitet në krejt Kosovën. Edhe kjo është pak sfiduese për ne se duhet edhe tregun me siguru. Gjatë asaj periudhe duhet edhe transportin e produktit me bë deri te konsumatori ose pikat shitse, për arsye se kemi provu edhe me post, me dërgu, po asnjëherë nuk kam rri produkti i freskët te konsumatori. Për shkak të vonesave që kanë ndodhur gjatë rrugës së transportit, edhe për këtë arsye transportin e bëjmë vetë. Është sfiduese, dita fillon shumë herët, rreth orës 5 në mëngjes, edhe përfundon varet edhe nga dita dhe sasia që vjelet, po dikon rreth orës 11 mbrëmjes. Asparagusi vjelet çdo ditë, ndërsa blerësit më të mëdha janë pikat e shitjes të pemëve, perimeve, restorante, po edhe porosi individuale që bëhen direkt te ne, qoftë në platformat sociale ose në rrugë tjera të komunikimit. Sipas tij, klima e Kosovës është e përshtatshme për asparagun, përveç disa viteve të fundit kur pranverat kanë sjellë ngrica, duke ndikuar negativisht në prodhim.